Teksa ka nisur sezoni i krahasitjes së pemëve në drejtorinë e mbrojtjes së bimëve në Elbasan ka nisur edhe fushata e informimit mbi rëndësinë e këtij procesi për të patur prodhim më të bollshëm dhe cilësor. Sipas specialistëve në Elbasan, qëllimi i krahasitjes është që të sigurohet mundësia e rritjes dhe zhvillimit të degëzdave me sytha prodhuese. Krahasitjet e rregullta vjetore ndikojnë në rinovimin e vazhdueshëm të bimëve, si dhe siguron një ekuilibër ndërmjet të rritjes së vegetative dhe asaj prodhuese. Sezoni i krahasitjeve zakonisht për pemët frutore, ullirin dhe vreshin fillon qysh mbas vjeljes së prodhimit, sidomos në kulturën e ullirit, gjithmonë ka qenë praktik edhe para viteve 90 edhe tash vazhdon. Me i herë mas vjeljes së prodhimit i bën dhe krahasitja e pemës së ullirit, pastaj vazhdon në muajt janar dhe shkurt. Por zakonisht në këto muaj, siç e dim, bima është në qetësi dimërore dhe kushtet atmosferike mund të ndikojnë në sezonin e krahasitjes, që do të thotë në ditët me ngrica që mund të ketë gjatë këtyre muajve ose në ditët me shi nuk lejohet krahasitja e pemëve frutore, ullirit dhe vreshtave. Zakonisht për krahasitjen, mas krahasitjes gjithmonë pemët rigjenerohen, ulet periudha e plakjes së pemëve, shpërthejnë sythat frutor më të fuqishëm. Gjithashtu, gjatë krahasitjes hiqen gjithmonë degët që pengojnë ajrimin e pemëve, degët e thyera. Gjithashtu çdo pemë ose çdo ka mënyrën e vet të krahasitjes, vreshti ka tjetër, ulliri, pemët kanë mënyra të ndryshme krahasitje, sipas formës sukurore së pemëve. Një krahasitje e mirë ka ndikime edhe në pengimin e zhvillimit të sëmundjeve të pemës, por specialistët rekomandojnë kujdes me përdorimin e veglave të punës, sidomos kur ka edhe pemë të sëmura. Gjithashtu gjatë krahasitjes dhe gjatë spërkatjes dimërore duhet të kemi parasysh që dhe veglat e krahasitjes shpesh herë nuk i vije shumë rëndësi, por duhet të jenë gjithmonë të disinfektuara, sepse ka mundësi që me këto vegla mund të përhapen shumë sëmundje. Nga një pemë e infektuar, kur vetë krahasit po me të njëjtat vegla, pa i disinfektuar, atëherë përhapet sëmundja shumë shpejt, sidomos kanceri i pemëve frutore ose i ullirit. Krahasitja e pemëve dimërore drufrutore aplikohet gjatë periudhës së qetësisë natyrore, kryesisht shkurt mars.